votoni, votoni. Mos nënvlisoni zërin tuaj. Ju keni një fuqi edhe më të madhe nga çfarë ju e mendoni. Dyert e votimeve janë vetëm dyert që hapen vetëm një herë në 4 vite. Atë ditë, siç është dita e sotme, ju keni mundësi dhe mund të ktheheni në promovues të jashtëzakonshëm të një kthese të madhe historike. Ndaj hyni tek ajo derë. Votoni sepse vota nuk është vetëm një drejtë, po ajo është edhe një përgjegjësi. Në të njëjtën kohë, me këtë rast duhet të falenderoj pa dyshim me mira shqiptar që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, të cilët jo vetëm janë regjistruar dhe kanë votuar gjatë kësaj periudhe në mënyrë masive me votën e tyre për një ktesë historike gjatë periudhës së kaluar, por me mira kanë ardhur sot dhe kanë ardhur jo thjesht për të sjellur një votë. Ato kanë ardhur për të sjellë një mesazh jo vetëm patriotizmi, po një mesazh për të gjithë shqiptarët se ditën që ato duhen dhe kur vendi ka nevojë për ta, ato janë këtu dhe dinë se si të votojnë. Faleminderit. Kjo ishte deklarata e zonjës Josefina Topalli, ndërkohë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përditësuar edhe të dhëna saj përket pjesëmarrjes në zgjedhje dhe sipas informacionit zyrtar deri në orën 17 kanë votuar në total 38.75% e qytetarëve me të drejtë vote. Qarku me pjesëmarrjen më të lartë të qytetarëve sipas informacionit që sapo mora në këtë proces të parë të zgjedhjeve pra votimit është Dibra me 48.51%. Më pas Balkan Web njofton